shkurt 2024, jemi në orët e pasdites. Petro, mirë dita, zojmë të kesh kaluar një diell të mirë. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Tani, Petro, do diskutojmë sot për të ardhmen e njerëzimit, të ardhmen e shoqërisë njerëzore. Do me thënë, jetojmë në periudhë, pyetja është kjo, jetojmë vërtet në një periudhë veçantë, që duhet ta bëjmë këtë pyetje, çfarë do ndodhi mbas disa vitesh, mbas një dekade, mbas do ketë ndryshime vërtet të papritura, ndryshime shumë të thella që s'jemi mësuar, apo vazhdojnë ato pyetjet e zakonshme, ndryshimet janë graduale ose janë ndryshime që ndjekin atë rrugën e tyre. Sepse kjo pyetje fundit botës është bërë, mendoj që ka një origjinë antike, që sa është njerëzimi gjithmonë ka pyetur që do vi një datë që do zhdukemi të gjithë kataklizma universale. Për shembull viti 1000 është jetuar në atë kohë, siç na thuhet, me shumë frikë, sepse do vi, domethënë me ato që lexojmë, do ketë 1000, por nuk do ketë një 1000 tjetër. Pastaj dhe viti 2000 na duke shumë i ashtu, ato kaluan ato 3-0, dyshim me 3-0, tani jemi në 2024, se si ikën këto 24 vjet, as nuk e kuptuam fare, Pedro. Tani, megjithatë jetojmë në një periudhë të një zhvillimi teknologjik i çik të avancuar, dhe ndaj edhe, si thuaj, vërejnë edhe këto ndryshimet që vetë gjatë jetës tonë shohim disa gjëra që kur kemi qenë ne nuk kanë qenë kaq prevalente, siç është për shembull sepse hyri interneti, veçanërisht hyri internetit. Unë sot, Petro, isha në një manifestim të emigrantëve këtu në Rom. Temat e shkruara në manifestim janë të njëjtat si ato të 30 vjetëve përpara. E njëjta gjë, domethënë kërkohet ndërtimi e qëndrimit të emigrantëve sapo ardhur, shtetësia italiane për fëmijët që kanë lindur këtu, etj, pyetje që kemi bërë edhe 30 vjet përpara. Dhe jo se s'ka njerëz që s'kan halle, siç i ka patur 30 vjet përpara. Sepse shqiptarët e kanë kështu kur nuk dalin, pastaj justifikojnë thotë pos ka ndryshuar kohë, thotë se për shembull kur dilim ne para 30 vjet, 20 vjet se thoshin për mirë atë s'kishin shqiptar dokumenta. Mirë po thonë këta s'kishin shqiptar dokumenta, po të shohësh, është një njëjta situatë. Atëherë ishin një 100.000, po themi, shqiptarë që s'kishin dokumenta, tani ndoshta janë më shumë, janë 200.000 vërtet që s'kan dokumenta. Por ajo që ndryshon, Petra, është si është mundur tani në kohën e këtij komunikimit të internetit, që duhet lehtësoj ato takimet tona edhe fizike, sepse përpara s'kemi patur as telefon, as dinim si ta lajmëronim njëri tjetrin, tani ke Facebookun, ke WhatsAppin, ke sa të duash, dhe unë të them, Petra, që në këtë manifestim që kishte një 1000 emigrantë vëzisht, shqiptari vetëm në manifestim ishe unë. Ndërkohë që neve, sa që kanë qenë sot manifestim, kemi qenë neve para 25 vjetë, 1000 shqiptarë, për dhe. Do me thënë, këto në shohë si ndryshim. Në fjalë edhe kjo manifestim i emigrantëve në numër, me fjalë shumë i vogël me atë që janë bërë përpara 20-30 vjetëve. Dhe dikush që se di atë historinë e para 30 vjetëve, thotë ngreber mikrofonin aty në shesh dhe thotë për herë të parë thotë emigrantët arritën dolën thotë sheshtët, sepse e ka vërtet për herë të parë. Mbas saj s'do ketë më jetë, kështu. Petra, fundi botës nuk them që nuk vjen. Bota do vazhdoj me ne dhe pa ne, kujtun e tjera. Por, ti mendon me çka ka ndryshuar që njerëzit, se ta jap fjalën direkt, po për të futur i çika të parashikimet e Alfred Sakos, se me Alfredin kam marrë kafe, jam takuar, e respektoj, nuk diskutohet, me nuk kam asnjë gjë, person se dikush më kritikoi sot dhe tha ti tha si shan tha Alfredin, tha ti ke pirë kafe para 2 javë, dhe shumë po është sharri, dhe është kritik që unë nuk e mendoj
si që mendon Alfredin ato gjëra që unë se mendoj si ai, ka gjëra që edhe mendoj me lloj. Alfred Sako thotë që nga 8 miliard që jemi sot për një pak se 10 vit, do bëjmë 1 miliard për shembull. Mirë po tani vitet i kinë shpejt o Petro, se këtë gjë Alfred Sako e ka thënë dhe në 2020-ën. Po 4 vjet nuk i kemi ndjerë fare se si ka ikur. Ikën 4 vjet shpejt, do ikin edhe 10 vjet të Sakos shpejt, dhe prapa nga 8 miliard bëjmë 1 miliard. Nuk më duket Petro, fjala është e jote, tani është perceptimi jon, frika jon, apo nga që ne ikim dhe mosha dhe pastaj mendojmë ndryshe, sepse armiku më i madh i njerëzimit është tirania e kohës, vërtet, koha që ikin dhe pastaj ne zvendësohemi me të tjerë. Fjala është për ty, Petro. Faleminderit, Vladimir. Mendoj se kjo është një çështje perceptimi individual. Çdo person e shikon të ardhmen në këndvështrimin e tij. Personalisht mendoj se njerëzimi në njërin apo në tjetrën formë do ta shkatrojë vetveten dhe kjo nuk është pyetje në të ndodhë apo jo. Për mendimin tim është një pyetje kur do të ndodhë. Dhe ju e përmendet shumë bukur ndryshimin që kanë brezat dhe njohjen e brezave të vendosur në apësirën kohore. Dhe dua të bëj këtu një parantezë që është paranteza ime ose këndvështrimi im, që nuk përmban ndonjë të dhënë shkencore, përmban thjesht të dhënat të nxjerrë ose konkluzione të nxjerra nga unë, bazuar në ato që kam parë. Dhe them se historia e Shqipërisë i ngjan pak a shumë historisë së kapitalizmit modern. Çfarë dua të them me këtë? Dua të ndaj në ekran dua të ndaj një një sekondë, kam një material interesant që unë dua ta ndaj. Nuk po më del. Pasi kemi një problem me lidhjen në Skype këtu. E shikoni ekranin tim? Po, tani po shoh ke vënë Universitetin e Tiranës. Po. Këtu kam Këtu kam një e shikoni? Po. Nuk po më përgjigjet një sekondë. Se ishte mirë përpara, Petro. Një sekundë, po. E shikoni tani? Po, patjetër. Ky është një botim i një reviste shumë të njohur në botë, National Geographic. Është një botim i vitit 1980, kur një reporter, gazetar dhe fotograf i dëgjuar turk, Mehmet Biber, bëri një vizitë në Shqipërinë asaj kohe. Ishte një nga vizitat e ralla të gazetarëve tuaj në atë kohë që Shqipëria ishte një vend totalisht i mbyllur. Për ata që kanë jetuar në Shkodër, pak a shumë brezi ynë do ta njohë pamjen e Shkodrës, po i shpletoj shpejt këtë artikull shumë interesant, jo vetëm për atë kohë, por edhe për sot, sepse është një material shumë i rrallë. Këtu kam një dasmë në Berat, si martoheshin atë kohë njerëzit me kamionin e kooperativës apo të ndërmarrjes. Këtu kemi një ndeshje futbolli me parulla propagandistike të asaj kohe, të socializmit të asaj kohe. Këtu kemi
Gjirokastër përsëri me parulla të studiojmë veprat e shokut Enver Hoxha, të shkojmë në konferencën e 22 të Partisë së Rrethit me detyra të realizuara. Asnjë individ kolektiv të mos për planin të realizojnë të gjithë. Këtu kemi një është e mbledhjes të një partive ndoshta apo? Në Moskë kur Enver Hoxha sulmon Khrushchev. Këtu kemi një rast këtë punës me tarve, në Kuruda apo në punimin e tokave. Këtu kemi një pamje afër te Pelenës, kemi lumin e Vjosës. Këtu kemi shkollën e baletit. Këtu kemi universitetin, në atë kohë ishte lavdi marksizëm-leninizmit, sot ose gjatë këtyre viteve në faqen e këtij kësaj godine janë vënë parulla më të ndryshme të kontradiktore me marksizëm-leninizmin. Më së fundmi kishim sekretarin e shtetit amerikan në të njëjtën godinë. Pra kemi një ndryshim në NATO, më kujtohet. Shumë ndryshime të ndodhur. Shqipëria pa vizë, pa viza në Europë. Këtu tregon një fabrikë të prodhimit të qilimave. Këtu kemi pranë liçenit të Ohrit një kooperativë që merreshe me seleksionimin tarjen e specave. Këtu kemi leximin e gazetës Zëri i Popullit. Këtu kemi taracat. Kemi një veteran të luftës antifashiste nacional shërimtare. Këtu kemi një zonjë me veshje karakteristike të veriut. Këtu kemi një grua që mban për në saj të vetme, duke punuar, duke mbajtur lopën. Dhe këtu fotografia e fundit është afër Shkodrës. Kemi një makinë me targën e Shkodrës, njerëzit në Lezhë, me sa duket, njerëzit po ecin në mes të shiut me karrocë. Pra, nëse kthehemi mbrapa në kohë, duke qartë që Shqipëria ka ndryshuar jashtëzakonisht. Më fal ta mbyll pak të ekranin. Më shikoni tani? Duhet të vazhdosh akoma të... Po tani? Oqa? Tani e në rregull, po tani jemi në rregull. Pra, Shqipëria ka ndryshuar totalisht. Petro, ne tani I shohim me nostalgji këto që tregove ti. Unë kam ardhur në Itali 29 nëntor 1989. Ishte kulmi I krizës atëherë në Shqipëri. Edhe në Tiranë, kur ecnim nga qyteti Studenti, unë shkoja te stacioni I trenit e Fakultetit Shkencave të Natyrës. Ishte rrugët ishin bosh, nuk kishim nevojë për trotuar sepse ecim mes rrugës, se s'kishte makina fare. Ai parku rinia ishte I mirëmbajtur shumë mirë, me lulishë të pastra, qyteti shumë I pastër ka qenë. Shumë I pastër, dhe njerëzit thonë se ishte I ndotur sepse s'kishte, po mungonin atë, s'kishte as kështu qese plastike nuk ekzistonte, këto gjërat plastike të shisheve jo, domethënë se ekzistonte asnjë për ta ndotur ambientin. Vinim në qytet Studenti, merrim bukën, Petra, që te ja themi më shumë të rinjve këtë, dhe e merrim dorë bukën, buka 50 lekëshe, ose 40 lekëshe, po 50 lekëshe, bukë të cilën, duke shkuar në atë maloren e qytetit Studenti, e hanim, jo thjesht nga uria, sepse për ngopër dhe ngopeshin, po ishte aq e mirë, aq e shishme ajo buka, sa të më thënë kur vije në dhomën e qytetit Studenti, kishte mbaruar çerekun e bukës. That, e hanim that, por jo si shmendon dikush se s'kishte gjellë etj, se kishte, nuk kishte kaq shumë. Hiq ato 2-3 vjet e fundit, u shkatërrua pastaj se filloi kriza, është problem tjetër.
edhe zbritan Trieste, Petra, edhe ndija kënaqësinë e madhe, trishtimin e madh, të dyja bashkë, kur zbritan në portin e Triestes, që po shikoja lumë me makina, në rrugët, rrijat e semafori, se si ndalonin, se si nishës ishte të tërbuara të gjitha, kur hapi semafori, ato trotuarët e blokuar nga makinat e tjera, dhe ndjeja filloja të qaja në vërtet, se thosha si çfarë varfërie kemi ne, shisi se çfarë pasurie është këtej. Tani, Petra, nuk e di tani, unë ndjej trishtimin e kundërt tani, Petra. Domethënë, e uroj, po nuk themi do të mbrapa të Tiranën që s'kishe makina. Kam qenë në Tiranë para pak orësh tani, para pak ditësh në Tiranë, isha bashkë me vajzën time, për të shkuar, Petra, për të bërë më pak se 1000 metra, kemi ndetur 7 orë të betohen tek Zogujzi, ajo rruga aty, lumë me makina, njerëz të tërbuar, grinden me njëri tjetrin pse dole ti përpara, pse dole mbrapa, shkojnë pasaj për tjetër parkim, aty vënë në gurë, vënë në gjë këta shishe të gjëra kujton, bllokojnë rrugët e qytetit, do rrifesh me ata, do grindesh me ata, dhe për të vajtur, Petra, për të përshkruar, kur përpara nga qyteti studenti, shkonin në shkollë, apo kur isha pedagog, mes pa ndotje, pa gjë fare, në freskinë e pranverës, po themi, e shkoj për e gjysë ore rrugën këm, këtu 7-8 orë, kur vajtë pasaj në shtëpi, do në vetëm të flinim gjumë, të lodhur, të shkatëruar, dhe erdhi ky zhvillimi, por zhvillim pasaj që do rrish mes trafikut, makinën e ketë pagur me rate, me borxhe, do të desh karburanti rritet, një shkatërim, një diktatur, nuk du të flasë më, po në ato fotot që përretit me mua, më sillin të trishtimin e madh sotëm tani, dhe them si ka mundësi atëherë trishtohesha, e ky gabim trishtimin atëhershëm, dhe them, a do ishte mundur që të riktheheshim në atë pikë, dhe tani fillonim natyrisht në një mënyrë më të mirë, po që të riktheheshim pak te ajo pikë, dhe nuk e di, Petra, nuk e di, a mendojnë dhe të tjerë kështu si ne, për arsye se brezi që nuk e ka jetuar, natyrisht nuk e shef ndryshimin. Ne jemi ai brezi që pam shumë gjëra në vërtet për t'i krahasuar. Sidomos kjo e të dy, e para murit Berlinit dhe e mbas murit Berlinit, Petra. Do të jap ty fjalën, po më shumë trishtimi më i madh, Petra, më vjen te ushqimi. Dhe them qofse ti thua që njerëzimi do ta shkatërrojë veten e tij, një dikur, dhe unë jam dakord me këtë, për arsye se largimi nga natyra është shumë i madh. Dhe dy armiqt e betuar sot që janë vendimsin faktikisht për formalisht e rregullojnë cilësinë e jetës, janë gjenetika dhe elektronika, të dyja bashkë. Domethënë, sidomos 30 vitet e fundit, Petra, neve, kur kemi ardhur në Itali në fillim, edhe pse këtu kishte bollok ushqimesh e tjera, nga që vinim nga ato ushqimet natyrale që atë ishte krizë kishte në Shqipërisë, dhe këtu thoshim që po këto ushqime nuk u hakën, kanë thoshim 80-ën neve. Që atëherë Italia kishte ushqimet akoma të mira. Dhe sa mbas 30 viteve, Petra, problemi më i madh është ky faktikisht, që njerëzit nuk e kuptojnë që si jemi larguar nga natyra dhe çfarë po na japin këta për të ngrënë, çfarë po ham sot, sepse kjo do ndikoj direkt tek e ardhmja jonë në kuptimin e ekzistencës njeriu, Pedro. Direkt do të jap fjalën, do të them vetëm kaq, unë jap mësim dhe studentët më hapen shumë herë, më konsiderojnë si një edukator, nga që edhe mosha me madhe bëjnë pyetje, Petro, dhe për jetën e tyre intime personale. Më thonë mua, juve si ishi dhe si jemi neve, dhe për jetën seksuale, ose mirë aktivitetin atë, si të thuash, natyrshmërinë e tyre seksuale, kur ju një them që neve kemi qenë kështu, kemi patur atë gjën natyrore, ne kur preknim, jo kur preknim, por kur shikonim një vajzë ndizeshim nga një shpërthim i brendshëm, domethënë kishim atë dashurinë dhe në distancë shumë të fortë, më që të rrinim afër etj. Këto pastaj ndjen të friksuar nga kjo gjë, Petro, se më hapen dhe
Kështu që të falenderoj Petra që na nxorë të fotografi dhe thuaj tani ti çfarë si ishim më mirë kur ishim më keq. Unë e nxora këtë lloj materiali thjesht për të mbështetur në këndvështrimin që do të avancoj më tej, duke krahasuar historinë e Shqipërisë me historinë e kapitalizmit perëndimor, kryesisht ku unë jetoj dhe punoj, që është kapitalizmi i Amerikës së Veriut. Ka një ngjashmëri, si të thuash, të largët midis çfarë ndodhi me vendet të mbyllura si Shqipërisë dhe çfarë ndodhi me kapitalizmin e vërtet perëndimor. Pak a shumë ka disa gjëra që janë shumë të ngjashme. Dhe dua të kthehem në historia e kapitalizmit që ne mësuam gjatë kohës në shkollë, ajo që quheshe kapitalizmi i studiuar dhe i shpjeguar nga Marksi, i cili ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Dhe dua të kthehem pak a shumë 150 apo 170 vjet të kaluara kur në Amerikë ekzistonte skllavëria. Në atë kohë, sklavopronari ishte shumë i interesuar për mirëqenien fizike të skleverëve të tij, sepse bazuar në atë mirëqenie vareshe produkti dhe rendimenti i fushave, i sheqerit, i produkteve bujqësore apo produkteve minerale që sklavopronari nxirrte apo idhte në treg. Me kalimin e sklavëpronarisë në kapitalizëm, ne kemi fenomenin e njerëzve të zgjuar që thanë, shiko, mbajtja e sklavit është një proces shumë i komplikuar, shumë i shtrenjtë, ne do t'i modernizojmë skleverit tanë, do t'ju japim lirinë, do t'ju japim mundësinë të blejnë shtëpitë e tyre, makinat e tyre, të kenë një jetë normale, por çmimi i kësaj jete normale do të jetë shumë i lartë. Do me thënë unë si sklavëpronar do jem përsëri bosi dhe do marr 4 në xhepin tim dhe 1 do t'i jap atij punëtorit të lirë me kushtin që ai të paguajë përsëri në banka ime. Përndryshe ai nuk e bën dot këtë gjë. Dhe kështu ndodhi me kapitalizmin fillestar, me atë që ne e mësuam nga Marksi, bazuar në një koncept që sot nuk ekziston më. Për shembull, Marksi shkruante se kostoja e produktit varet nga koha e shpenzuar për prodhimin e atij produkti. Në fakt, sot ky koncept nuk ekziston më. Kostoja, ose më saktë, çmimi i një produkti që ne blejmë kudo, për shembull në internet apo në dyqan, nuk varet më nga koha e nevojshme për të prodhuar atë produkt. Ne kemi produkte që prodhohen në një fraksion të sekondës dhe shiten sikur është shpenzuar një kohë disa javore për ta prodhuar dhe për ta hedhur në treg atë produkt. Pra, kemi një ndryshim total të jo vetëm të, si të thuash, konceptit të kapitalizmit, po dhe mënyrës si ne e konceptojmë sot kapitalizmin. Ju e përmendet shumë bukur aty revolucionin industrial. Revolucioni industrial është pikërisht ajo që ndodhi me Shqipërinë. Nga një vend i prapambetur, nga një vend ku rendimenti ishte shumë i ulët, u kalua në ekstrem në shkatrimin total vetë atij pak rendimenti industrie apo bujqësie që ekzistonte. Pra, duke hequr, si të thuash, raportin e njeriut me punën dhe rritjen e rendimentit në të njëjtën kohë, sot në kapitalizëm nuk ka nevojë më për punëtor, nuk ka nevojë më për fshatar, sepse industria dhe bujqësia dhe agrikultura edhe çdo sektor tjetër i industrisë dhe jetës në përgjithësi ka arritur në një industrializim të tillë që është nuk mund ta krahasojmë me ato që kishim ne
ndërmend 30, 40 vjet më përpara. Ne, për shembull, në atë kohë, të ardhmen e bazonin duke parë filma fantastiko-shkencor. Sot, që ekzistojnë sot, duke parë ato filma fantastiko-shkencor që në atë kohë na dukeshin shumë të përparuar, sot themi sa të prapambetur kanë qenë ato filma tekniko-shkencor. Dhe për të treguar një diçka këtu, unë dua të ndaj një fotografi. E shikoni, Vladimir? Po. Nuk kemi në Amerikë, kjo është një, si të thuash, një material i vjetër, i vitit 2017, sot jemi afërsisht, si të thuash, 7 vjet pas këtij materiali, dhe tregohet, këtu kemi, si të thuash, çfarë futim në farming, në bujqësi, dhe sa është rritur produktiviteti i bujqësisë. Është grafiku blu dhe grafiku tjetër i verdh. Pak a shumë produktiviteti. Produktiviteti dhe si thua, prodhimi i përgjithshëm gjithmonë janë në rritje në të sektor. Pra, në qoftë se ne dikur në vitin 1948 e prodhonim këtë, si thua, sasi buke, gruri, misri me një numër të caktuar punëtorësh, sot logjika të çon që ne këtë e bëjmë me 3 herë më pak punëtorë se që bënim në ato vite. Pra, kur në industri, në bujqësi, në çdo fushë të aktivitetit, në dyqane, në trafik, kudo, ne nuk kemi më nevojë, ose kapitalisti nuk ka nevojë për punën për punëtor, atëherë këta lloj njerëzish janë të panevojshëm. Dhe i gjithë fenomeni i shpërnguljes së popullatave në botë sot, emigrimit masiv, për mendimin tim janë, si të thuash, pasoja të politikave të ndjekura nga disa njerëz dhe qeveri të fuqishme, të cilat duke rendur mbas asaj që quhet rritje ekonomike, kanë shkaktuar elementet bazë të funksionimit normal të një shoqërie. Çfarë dua të them me këtë? Unë po kthehem mbrapa në historinë e gjyshërve të mi. Gjyshi tim ishte, një nga gjyshet e mi ishte këpucar. Pra, ai me një çekan me kudrën e tij dhe me njohurit e tij, ai rriti 6 fëmijë. Por gjatë këtij procesi, ai hynte në kontakt me njerëz, me ata të zonës të Mallës, që ju merrte masën e këmbës, ju bënte këpucët, i njihte shumë familje, i njihte që nga fëmijë gjersa rriteshin e bëheshin burra. Pra, ishte një proces human që njerëzit hynin përveç bërjes së biznesit edhe në një raport shoqëror. Kështu që ishte një proces i ndërtuar prej shumë shekujsh, i perfeksionuar gjatë kohës, që mbante gjallë shoqërinë njerëzore. Këto fenomene tani u zhdukën. Ne nuk kemi më këpucar, ne nuk kemi më rroba qepës, ne nuk kemi asgjë. Pjesa dërmuese e këtyre produkteve kanë filluar të bëhen masivisht nga kompjuter. Dhe në këtë moment deciziv për botën, ku klasa punëtore po del në plan të dytë, ne kemi një val tsunami, po e quaj unë, futjen masivisht të inteligjencës artificiale, e cila do të çojë akoma më shpejt dhe më larg superioritetin e makinave në krahasim me punëtorin. Për mendimin tim, jemi në një moment që nëse nuk ka ndërhyrje të fortë dhe decisive nga njerëzit që kontrollojnë në këtë botë, për 100 vjet nga tani, bota do të ndodhet në një pikpyetje të madhe ekzistenciale. Numri i popullatës në botë po stabilizohet aty në rreth 8 bilion,
produktiviteti i bujqësisë dhe i blegtorisë ka arritur në një nivel të paparë më përpara, siç e përmendëm dhe më përpara. Kështu që sa më shumë të rritet produktiviteti, aq më të panevojshëm janë njerëzit. Në këtë këndvështrim, unë them se njerëzimi i ka vënë vetes një pikë pyetje të madhe, dhe kjo pikë pyetje e madhe po bëhet akoma më e madhe, siç ju e përmendët më përpara, që brezi i ri nuk di çka ndodhur me thjesht një brez më përpara, dhe brezi i ri e merr të gjithë informacionin bazuar në median sociale, e cila është plotësisht e kontrolluar. Aty ka materiale që janë në pamje të pakontrolluara, por dhe kur janë të pakontrolluar, ato kanë një limit. Dhe një mendje pas stërvitur dhe një trup i pas stërvitur e ka shumë të vështirë të gjejë pikën e referimit në një informacion kaq të kamufluar dhe kaq tendencios siç ne e shohim sot. Këtu ku unë jetoj dhe punoj, ekziston një term. Këta vendasit amerikanët, anglezët, bota, si të thuash, anglisht forse, ka një term që quhet skills. Në këtë term skills futen, si të thuash, trajnimi, talenti, eksperienca një personi për të bërë një punë të caktuar. Dhe me rënien si të thuash, e nevojës për njerëz në zinxhirin e prodhimit, zhduken këta njerëz që kanë skill, që dinë të bëjnë një gjë, që janë të trajnuar të jo vetëm të bëjnë atë që kanë mësuar nga të tjerët, por dhe të avancojnë në dijen. Këta lloj njerëzish po zhduken. Vetë fakti këtu në Kanada ku unë jetoj, që brezi i ri e ka shumë të vështirë të gjejë një zanat që të përqendrohet dhe të vazhdojë jetën e tij, perspektivën e tij, dijet e pak që ka akumuluar në moshë të re ta shtojë, ta plotësojë me atë që kanë kaluar, që kanë mbledhur brezat e rinj e të tjerë. Besoj se më kupton. Do me thënë, e gjithë njohja njerëzore duhet të gjejë një kanalizim për të ecur përpara. Në qoftë se ne i mbyllim këto kanalizime, atëherë vetë kjo dije do të ndalojë dhe do të degenerojë, do të dekompozojë. Kështu pra, ky është mendimi im kur them që shoqëria njerëzore, dashur apo pa dashur, do të çojë në një moment kur do të shkatrojë vetveten. Nuk mund të ecë njeriu paralelisht me një robot. Situatë shumë e komplikuar, Petro, por megjithatë tani unë do të them një gjë. Po. Që se ti zore grafikun e produktit, rritjes produktivitetit, apo po e quajt rendimentit, të prodhimit, i cili nga 1948 duke se ishte trefishuar aty, kështu e pashur 3 herë më tepër. Problemi, Petro, është që unë shoh që ky zhvillimi, sepse unë kam shik vështirësi shumë herë të kuptoj raportin e njeriut me natyrën, në kuptimin kur na thuhet që teknologjia s'ka më nevojë për njerëzit. Domethënë vjen momenti nga që zhvillimi teknologjik është shumë i madh, makinat arrin prodhojnë shumë më tepër, për punëtorë s'ka më nevojë. Dhe do gjendet një moment ku gjithë njerëzit janë të tepërt, sepse ato persona që zotrojnë teknologjinë apo që kanë dominimin mbi shoqërinë, ata mendojnë vetëm për të rritur dominimin ndaj tjerëve dhe përfitimet e tyre, kështu që ata preferojnë makinën, pastaj edhe njeriu në konsiderojnë të tepërt. Kjo tani
unë nga që jam i fizikës, e vë përballë atyre që në fizikë quhen ligjet e ruajtjes. Domethënë, kur Adami dhe Eva bën atë gabimin e mëkatit të parë, mëkatit origjinal, Zoti ju tha Evës i tha ti do vuash gjatë lindjes, ndërsa Adamit i tha ti do të djersitesh, do lagesh, do bëhesh ujë, tha, për të mbijetuar, tha, nuk do ta kesh lehtë për të mbijetuar. Edhe ajo që unë them që ti hapësh luftë natyrës, të thua që fitoj mbi natyrën, dhe kjo më duket marrëzi e disa individëve. Domethënë natyra të merr, të jep nga një anë, por të merr nga ana tjetër, domethënë nëse flasim për ligjet e ruajtjes. Domethënë ti kujton sikur ke fituar, ke shumë pushtet mbi natyrën, por në vërtetë je bërë më shumë skllav dhe i fenomeneve të natyrës, i për skllav i vetes tënde vetvetes, sepse je larguar nga ana natyrale në vërtetë. Ka parasysh shprehjen e madhe të Diogenit, kur i dhanë atë kanalçi për pirë ujë te burimi, e mori dhe e hodhi e flaku, se tha s'dua ta komplikoj jetën, tha çfarë është kjo, tha pi direkt nga burimi, tha s'e duk ta. Edhe e hodhi. Pra, Petro, dhe më njësë kjo sfidë që duke sigur njeriu përmjet teknologjisë dhe inteligjencës artificiale i ka bërë natyrës për të treguar që neve këto 200-300 vjetë e fundit, ne jemi ata njerëzit që kemi bërë progresin, ndërsa njeriu jeton për miliona vitesh, po themi miliona vitesh, ata të parë s'pas ka bërë asgjë fare, ndërsa u gjen tani ky 200 vjeç që bëjnë gjithë mrekullitë e mëdha, gjithë rrëmuj, që në vërtet ka bërë rrëmujin e madhe më shumë se sa mrekullit, për mendimin tim. Pavarësisht nga shpikjet të cilat janë shumë të mira, shumë të vyeshme, dhe që po të dish ti përdorësh, janë vërtet një pasuri. Domethënë, unë them Petra që natyrën nuk e fregon dot, thuhet italisht, nuk e mashtron dot natyrën. Ato rritjet kaq përqindë, aq është shumë fishuar, si ka mundësi tani ky kapitalizmi që na tregon neve historikisht, gjojmë gjithkohon prodhimi përgjithshëm lord me fillu rrit me 3% si vjet, 5% vitin tjetër, 10%, 5%, etj. Po ne në fundit reduktohemi, hami pjatë bukë gjithë, aty reduktohemi në fund fare, në fund do ham darkën, do flem gjumë, dhe nuk po, qofse po themi është 3 fishuar, do të hanim 3 pjata më shumë, në të vërtetë. Po di unë tani. Por, unë them këtë, Petra, që dhe kjo rritje e prodhimit është në dëm të cilësisë në fundit. Domethënë, ta na kanë dhënë sasinë, por na kanë hequr cilësinë e ushqimeve. Mo ka habitur këtu, kur kam ardhur në fillim në Itali, unë shaj Italinë, se thoshte Italia që nga skandal për ushqimet, tani është e kundërta. Shaj Shqipërinë, sepse shoh Shqipëria e Kosovë, që kam shkuar, aty kam shumë frikë, sepse ushqimet aty janë shumë keq se këtu tani. Bëj Petro mbill sa kunguj, atë zukine i themi neve, unë isha mësuar në fshat Lenie, e mbillnim kungullin në prill dhe e merrnim në tetor. 5 muaj rrinte poshtë tokës ose sipër tokës, po domethënë aty në mënyrë më natyrale dhe bëj kungullin shumë i mirë. Ktu jam habitur, kam marrë në fillim 90, unë merresha me biologji, me biofizik. Kur pash aty për 1 javë, 2 javë, u fryk kungulli e Petra. Dhe u bëj math. I thosha vajzës time, i thash, këta do të arrijnë deri aty, thash, siç e kam filluar. Do bëjnë, thash, një gjel, thash, të madh, thash, këta nuk do kenë nevojë, thash, që të bëjnë këto stalla e lopësh e kështu qendra për pulat, për rritjen e pulave, këtë. Këta do vi koha, thash, do bëjnë vetëm një gjel deti, një takino, një gjeldeti gjigant, për masat pa imagjinueshme, do ta vendosin aty në Washington te Pentagoni, që ta mbrojnë me ushtrinë amerikane atë gjelin, edhe s'ka nevojë të bësh 1000 gjela, ke vetëm një gjel dhe shko aty dhe hiq një copë mish çdo ditë aty dhe han njerëzit atë mishin e gjelit. Edhe nuk e di këto që bëra këtë lloj fantascience, faktikisht që s'është dhe fantascience fare vetë. Por, kjo është shumë serioze në vërtet, është shumë serioze,
Ja tani flasim për mishin sintetik, flasim për atë mielin për insekteve, etjera, domethënë do bëhet gjithçka, Petra tha duan që gjithçka tani ta bëjnë në mënyrë sintetike, ta bëjnë në laborator dhe që jo ne ti përshtatemi natyrës, në kuptimin natyrës në vërtet, por ne tani ti përshtatemi inteligjencës artificiale. Të bëjmë edhe ne tani si do kungujt që rriten shpejt dhe ne do bëjmë kështu pase sepse do mbijetojmë. Edhe është një alarmë, Petra, siç e thuti këtë kjo dhe unë me thënë drejtën friksohem dhe bëj pyetje ndonjëherë pse aty ku njerëzit kanë më shumë për të ngrënë, kanë jetesë më të mirë, aty pikërisht po bie popullsia. Sepse shumë herë na është thënë që s'bëjnë fëmijë se s'ke si ti mbash, s'ke si t'ju hapësh bukë, etj, po si ka mundësi tani që Italia, po marrë Italinë ti ke Kanadan, ju hap portave, Petra, çdo vit, afërsisht paktën 200.000 emigrantëve. Domethënë vinë 200.000, ndoshta ishte edhe më shumë. 200-300.000 emigrantë, pavarësisht se çfarë thonë ato të dhënat zyrtare që se janë rregullime me dokumenta e tjera humbë në rruga më të ndryshmet. Nuk është vetëm ajo që shohim televizor me. 200-300.000 dhe popullsia e Italisë mbetet afërsisht 60 milion, 59 milion fikse. Pra, vinë 250.000 dhe tregon që 250.000 nuk lindin. Ta që nuk lindin, në vërtet janë italianët, Petra. Ose emigrantët që jetojnë në Itali. Sepse dhe emigrantët që janë në Itali, që kanë para 30 vjetë, unë i shoh sot, që o nuk martohen fare, ose që nëse s'martohen s'bëjnë fëmijë, jetojnë, bashkëjetojnë, etj. Çfarë si është e mundur, tani mbarojmë ta bëj ty pyetjen, Petra, sepse problemi demografik, si është e mundur tani që se ky është shkatërimi që po vjen në sajt të këtij zhvillimit, po themi. Pse nuk lindin fëmijë në Europë apo Kanada apo ku diun këto pjesa e zhvilluar? Pse kanë rritur? Pse është ulur kaq shumë riprodhimi i njeriu, si thuaç? Nga se vjen? Secili mund të japë mendimin e tij, por unë këta e shikoj si një degenerim të përgjithshëm të shoqërisë njerëzore. Dhe ju përmendet pak më përpara që shkuat në Tiranë dhe aty kishit një problem të madh transporti, trafiku. Më lejo këtu të lutem të ndaj një dokument. E shikoni, Vladimir? Po. Këtu është viti 1929, sa makina ka patur të regjistruara në Shqipëri bazuar në rekordet e asaj kohe, kryesisht Bankës Botërore. Dhe ne shohim që në Shqipëri në atë kohë kishte rreth 670 makina pasagjerësh, kishte vetëm 4 autobusa të regjistruara, kishte 500 kamionçina, çfarë tjetër kishte numri total i automjeteve ishte ky 1174, kishte edhe 5 motocikleta. Pra, kaq kishte të themi në tërë Shqipërinë. Të themi 1929. 1929. Po, kur mbreti Zog filloi të krijonte mbretërinë e tij, filluan dhe rekordet e para qeveritare. Dhe për këtë Zogu duhet t'i heqim kapellën. Pra, nga iç ju përmendet, më shikoni në ekran? Po, shumë mirë. Nga iç u kalua një çik më shumë siç e përmendet gjatë kohës po ai quajmë monizmi, dhe një shpërthim total të pakontrolluar të mjeteve të qarkullimit, të ndërtimit, një ekspansion masiv. Dhe kjo është përthama e kapitalizmit i cili vlerëson atë që quhet growth, rritje ekonomike, dhe anashkalon
atë çka është humane. Dhe pikërisht ky është një problem shumë i madh i qenies njerëzore, që nuk arrin të kuptojë dhe të ajustojë veten me botën, me realitetin që ekziston pavarësisht do apo s'do njeriu. Dhe duke ditur që historia riciklon vetveten, pra përsëritet, ne shikojmë, po të kthehemi mbrapa në histori, që 2000 vjet të kaluara, apo 3000 vjet të kaluara, njerëzit bënin ose krijonin një armë vrasëse, një thikë, të themi, prej bronzi. Pastaj ata e bën prej çeliku, pastaj e bën pushk, pastaj e bën tanks dhe ato blind, e bën aeroplan, e bën më së fundmi bomba atomike, bomba me hidrogjen e të tjera. Pra, pavarësisht se pati vrasje, luftra, shkatrime masive, njerëzit në vend që të gjenin një formë të zgjidhjes së problemeve, ata avancuan në disa drejtime teknologjike shpirtërore që nuk mund të mohen, por në të njëjtën kohë rriten në mënyrë ekspansionale, shumë herë më të madhe, mundësinë e shkatrimit të vetvetes së tyre. Tani, në qoftë se dikush do të më thotë mua që nuk është arma që vret, por është ai njeriu që vret, unë bie plotësisht dakord me të dyja, me këtë konkluzion, por në të njëjtën kohë nuk bie dakord sepse them që një njeri me një armë të tillë, me një kalem, nuk mund të vrasë ai sa ai që vret me një revolver, dhe ai që ka një Kalashnikov nuk mund të vrasë sa që mund të vrasë një që ka një thikë, të them. Dhe duke i treguar njerëzve vazhdimisht, si të thuash, filma, historira, me dhunë, të jashtëzakonshme, një person që vret 100 veta në një film, filmat Hollywoodit me action, si thonë, me aksione, që një grua vret një ushtri të tërë, që ajo e përdor thikën kështu e koburen në atë formë. Njerëzit nuk e konsiderojnë me dhunën si rrezik, derisa ajo vjen në dera. Dhe kjo është, si të thuash, një nga dobësitë e kapitalizmit, që unë nuk di si ta quaj këtë lloj kapitalizmi ku unë jetoj, sepse u përpoqa pak më parë të shpjegoj që kapitalizmi logjik ka vdekur. Kemi të bëjmë me një kapitalizëm jo logjik që po gjen, si të thuash, rrugë që të çojnë të mendosh që shoqëria njerëzore po vdes mendërisht. Për shembull, ku e kam fjalën? E kam fjalën në idetë që njerëzit do të largohen nga toka, do ikin në një anije dhe do vënë në Mars. Dhe aty do të kolonizojnë Marsin, dhe aty do krijojnë një sistem të ri, edhe do apin mundësinë për eksplorimin e, si të thuash, galaksisë tonë, të yjeve. Këto janë fantazi, por edhe sikur të bëhen realitet, në atë vendin, në atë anije kozmike që do të nisen nga toka, nuk e ka asnjë prej nesh. Ajo do të jetë, si të thuash, një vend për ata që do të kenë triliona dhe jo biliona. Kështu që për ne njerëzit e thjeshtë të cilët luftojmë për bukën e gojës, për ekzistencën normale dhe pasardhësve tanë që pak a shumë do të ndjekin të njëjtën formë, siç kemi jetuar ne dhe paraardhësit tanë. Shpresa që njerëzit do të mësojnë dhe do të nxjerrin konkluzione nga gabimet e brezave të mëparshëm, sa vjen dhe largohet. Unë për mendimin tim nuk jam fare optimist dhe duke u larguar, nuk dua të bëj politikë këtu, por them se bota momentalisht ndodhet në një pozicion shumë të vështirë politik, kur fuqia më e madhe në karta të paktën të themi ushtarake në botë, që është Amerika, nuk është në gjendje të zgjedhë një klasë të re politike,
të zgjedhë një mënyrë të re të këndvështrimit të botës dhe tërheqjen si të thuash perëndimit në një rrugë të re dhe jo rrugën që të çon në gabime të ripërsëritura disa herë gjatë historisë njerëzore. Ky është I gjithë, si të thuash, shqetësimi im në lidhje me të ardhmen e afërme të botës. Unë nuk do të isha fare I çuditur, sikur nesër të kishte një përplasje atomike midis dy shteteve, pa thënë emra, por për mendimin tim nuk do të ishte ndonjë çudi dhe shkencëtarët thonë që jo vetëm nga aktiviteti njerëzor, por thjesht nga ekzistenca e botës në këtë galaksi, ekzistojnë midis 6 dhe 8% shanse që jeta në botë do të zhduket nga një aksident, nga një katastrofë kozmike. Kjo nuk është në dorën e njeriut dhe kjo është e pranueshme, kjo mund të ndodhë, por ajo që është në dorën e njeriut, atje është, si të thuash, dhe përqendrimi I inteligjencës njerëzore për të shpëtuar, si të thuash, për të larguar momenteve të nxehta që mund të çojnë në katastrofa të cilat nuk janë parë dhe dëgjuar më përpara. Unë Petra mendoj që kjo përdorimi I armëve bërthamore, mendoj që e konsideroj të pamundur unë personalisht. E konsideroj të pamundur duke patur parasysh që gjithë kjo prishje ekuilibri që është bërë midis njerëzve, se në fund fajtori është njeriu, që bëhen të tepërt miliarda njerëz përballë atyre që do zotërojnë këtë teknologji, sepse këtu është problemi, këta individë të cilët e zotërojnë dhe kërkojnë që të dominojnë gjithmonë më tepër, po dominimi në sa duket ka një fund pastaj, sepse vetë toka është e fundme. Vetë njerëzit janë në numër, janë të fundëm, nuk janë të pafundëm. Këtu edhe lufta në Ukrainë tregon që pavarësisht konfliktit që ka Rusia me Amerikën apo me Europën, ka po bëjnë një farë ndarje më shumë, por sido që t'jetë, domethënë, duke sikur kanë pikat përbashkëta. Domethënë janë dy kapitalizma, të cilët janë që të dy tegër, nuk mund të them që kapitalizmi rus është më I butë, më human, më tjerë, të cilët këto kapitalizma tani nga brenda popujve nuk kanë më asnjë lloj diskutimi, nuk bën më diskutim fare brenda për brenda njerëzve. Unë po lexoja sot për Poloninë, Petra, se si po më troqi një lexim për Poloninë, si Polonia ishte I vetmi vend gati në Europë që shpëtoi nga këto revolucionet e brendshme, nga revolucionet e brendshme burgjeze, të diri barazi vllazërisë, po sido që tjetë, ishin revolucione në fundit që I dhanë shtytje dhe kapitalizmit, por ndërkohë edhe pjesa punëtore momentalisht paktën u rivlerësua, pati një vend, ndofta vend shtojës të makinat, po e kishte vendin shtojës të paktën, ndërsa tani s'do ketë as do jenë as shtojësat makinave njerëzit. Ky është problemi, domethënë është largur gjithmonë tepër. Dhe se si Polonia e gjetur në midis këtyre perandorisë ruse, të Augsburgve dhe të Gjermania, Austri, domethënë, e gjendur mbese dhe nuk e kompletoi dot këtë insurreksionin e brendshëm, si thua, të njerëzve, si thonë që dakord ju bëni luftë në njëri me tjetrin, por ne duam të jetojmë këtu brenda vendit tonë, pavarësisht çfarë bën ti luftën tënde, se luftën ti është një luftë imperialiste në fund fare. Domethënë, dhe çfarë ndodh? Për shkak të çuditshme se si Gazpromi rus, që ne e quajmë Rusinë armike, Gazpromi rus në 40% kontrollohet nga 3 fondet amerikane, Black and Rock, kjo Strait dhe nga Vanguard. Në fjalë këto janë pjesëmarrëse edhe në ekonominë ruse
që duket tani si ekonomia ruse është ndarë. Kto janë natyrë dhe tek energjia, domethënë, si thua që janë krijuar disa konvergjenca të kapitalistëve në nivel planetar, të cilët armikun më të madh kanë njerëzimin. Domethënë janë dashuruar me makinat, me teknologjinë, dhe gjithmonë më tepër për ata jeta e njerëzve bëhet një ballë, bëhet një peshë. Është çuditshme se nga kjo, si thosh, kjo ideologji, Petro, i smur njerëzit edhe depërton edhe tek shtresat e mesme, të cilët kanë një lloj pozicioni social, kanë arritur që të kenë një pozicion relativisht dominues mbi të tjerë dhe ata, edhe këtë bisedë e paja në Shqipëri edhe ka arritur, Petro, që të thonë njerëzit në mënyrë shumë normale, që quhen bazë të varfrit, edhe aty. Unë shkova në burgun e Reçit në Shkodër dhe biseda që i dëgjon që të futin frikë dhe thonë fundit, një varfër që është pa punë, etj, ata si do jetoj, atëherë ai do vjedhë sepse do mbijetoj, thotë, nuk është më mirë, thotë, më mirë të ndërtojnë këto burgje, s'ka gjë, ta keni vend aty, thotë, dhe të llogaritet që ne të tjerët na kushtoj pak. E kupton, domethënë, arsyetimi që bën tek njerëzit, nuk them të zakonshëm, jo ai i varfër, po tek njerëzit që mendojnë se janë padron të tjerëve, të jetës të tjerëve. Edhe kjo është një kontradikt shumë e madhe. Unë them, meqense nuk besoj te fundi i njerëzimit, Petro, do ketë fuqi tani njerëzimi, bota, njeriu, apo Zoti do ndriçojë disa njerëz, nuk e di tani, që në fund fare këtë marrëzinë e këtij liberizmit, që prodhoi këtë gjë që nuk e shfrytëzoi teknologjinë në favor të mirëqenies njerëzve, që njeriu të jetë i avantazhuar, të ketë avantazh nga zhvillimi i teknologjisë, nga kjo inteligjencë artificiale, apo qoftë nga gjenetika, nga elektronika, të gjitha këto të ketë avantazhe, por domethënë masa e madhe e njerëzve, jo vetëm që s'ka avantazhe, por bëhet e tepërt. Bëhet e tepërt kundrejt kësaj jetjes së madhe të dominimit që kanë pak njerëz në planet. Unë kështu e konsideroj që të cilët bëjnë padron të teknologjisë ata, që në vërtet padroni i teknologjisë duhet të jetë ai shkencëtari që ka bërë në vërtet. Ai duhet të ketë atë ekskluzivën. Siç thon për Nikola Tesla, për shembull, për energji alternative, duhet ai të thoshte që do të bëhet kështu kjo gjë. Ato e marrin industrialistët më mbrapa. Industrialistët, financierët, etj. Petro, tani kjo po ecën me shpejtësi vërtet, dhe kjo edhe lufta në Ukrainë, këto luftat e tregojnë këtë, sepse njerëzit janë të përqendruar shumë tani tek çfarë ndodh jashtë, në kuptimin internacional gjeopolitik, dhe nuk janë të interesuar në këtë që pse mund të jetojnë në një Tiranë që nuk kanë ku të parkoj makinën, që më nxjihet jeta duke patur një makinë, sepse kështu dukem relativisht jam më mirë se sa tjetri, a kujtun, po më shkatërrohet jeta e mua, po më shkatërrohet jeta aty. Brenda për brenda, ti këtë në sistem ti nuk e shton problem, po domethënë diskuton tani, do fitoj Rusia, apo do fitoj Perëndimi, po Shqipëria do futet me Rusinë, apo do futet me Amerikën, apo do futet me Greqinë, që për mua nuk ka asnjë. Unë shoh në ndryshim aq të madh se nga pikpamja gjeopolitike me cilin shtet ti bën aleancë bën me tjetrin, sepse është një garë imperialiste për të dominuar njerëzit fund fare. Domethënë, do ta gjej fuqinë, Petro, njerëzimi, siç thë ti që gjej modele te ekuilibrat, ti u thotë stop tani, boll me fjalë, mbaroi kjo faza e këtyre revolucioneve industriale, tani përpiqemi të kujtojmë që jo të eliminojmë shpikën e bërë, po të kujtojmë që jemi njerëz janë të gjitha. Pastaj njerëzit janë 5 milionë, u bën 10 apo 15 milionë. Ajo është gjë natyrore, pastaj po u rritet letëritë, po zvogluan po në mënyrë natyrore, jo të ndërhyjet në mënyrë artificiale. A je optimist vetë ose ti në fillim Unë nuk jam duke parë natyrën e njeriut që njeriu mëson me vështirësi dhe është i prirur për të gjetur rrugën më të thjeshtë, është si puna e ujit që e le të rrjedhë dhe gjen rrugën më të kollajtë për të rrjedhur.
ashtu është dhe njeriu. Njeriu nuk një njeri normal i rritur në botën e sotme nëpërmjet i rritur mendërisht, dua të them, nëpërmjet media sociale dhe internetit, shpeshherë babai lindi i rritur në internet, fëmia lind përsëri i rritur në internet. Kemi të bëjmë me brezin e dytë apo të tretë, varet nga vendi ku jetojmë, ku njerëzit janë rritur në kontakt me internetin dhe as pak me ambientin natyral ku rritet një njeri. Për mendimin tim, sot ka specie, ka kafshë që e ka nërojtur sistemin familjar më mirë se njeriu vetë. Kështu që një brez i rritur, të them, kot tani, pa gjyshe, pa xhaxhallar, pa njerëz që të jetë në kontakt me historitë e tyre, të mësojë atë çka është humane, çka është njerëzore, e ka shumë të vështirë të gjejë pikën e tij të orientimit në botën aty jashtë. Pikën ai do ta kërkojë në Google ose në search engine, në internet me një fjalë. Pikërisht kjo është frika që ka mundë, dhe në fund të fundit njeriu nuk është aty jashtë thjesht për të ekzistuar si një specie që bën një proces të caktuar. Ka një botë shpirtërore, ka, si të thuash, një perspektivë në kohë dhe në hapësirë, dhe në qoftë se ne të gjitha këto i heqim nga jeta normale, nga ajo çka është humane dhe e futim në një botë virtuale, siç është bota e internetit dhe inteligjencës artificiale, ne kemi vrarë konceptin e gjitarit, që quhet njeri. Dhe nuk do të ishte fare, si të thuash, egzagerim, filmat që kemi parë në vitet 80, kur filloi, unë për veten time kam filluar të kuptoj çdo të thotë parashikim shkencor, me filmin Planeti i majmunëve, kur pas një periudhe kohore dikush kthehet në tokë dhe shikon që majmunët kishin marrë përsipër qeverisjen e botës sepse njerëzit kishin dështuar totalisht. Dhe ju ndoqa një shkrimin tuaj para 2 ditësh më duket që përmend një këngëtare famoze, unë për veten nuk e kam dëgjuar asnjë këngë, nuk po ja përmend emrin, që përsëri në Facebook, ku e pash në një moment kur e pyetën diçka, cila është shpreha më e bukur shqipe, ajo përdori një fjalë ose një shprehje ofenduese që unë jam mashkull dhe nuk e them dot, dhe ajo e theshte me krenari. Tani, këta lloj njerëzish që nuk arrin të dallojnë çka është civilizim, çka është jetë normale, cila është përgjegjësia karshi shoqërisë, familjes, fqinjit, ambientit, qytetit, fshatit ku jeton, është shumë e vështirë të jesh optimist me këtë lloj, për mendimin tim, me këtë lloj kategorie njerëzish, e cila po rritet në mënyrë drastike. Dhe në Kanada, ku jam unë, problemet janë të mëdha, njësoj si në të gjithë botën. Ideja që Kanadaja është një vend që çdo gjë shkon, si të thua, fjollë dhe njerëzit bëhen milionerë të tjerë, për mua nuk është e vërtetë. Për mua, për të tjerët mund të jetë. Dhe problemet që unë shikoj këtu janë pak a shumë problemet që ju shikoni në Itali, që shikoni në Shqipëri kur shkon. Dhe vetë situata në botë sot tregon që problemet në të gjithë globin janë të njëjta. Ne shikojmë sot, siç flasim, protesta të mëdha të fshatarëve në shumë vende të Evropës. Problemi i tyre është ajo që thamë, superprodhimi dhe pagesa shumë e paktë për një punë gjigante që ata bëjnë. Dhe kjo po i detyron ata të humbin kontaktin ose pronësinë e tokës, ose të humbin zanatin, ose të humbin traditat disa shekullore. Pra ky është një fenomen shumë i përhapur në botë, dhe në qoftë se këta fermerë, po themi këta fshatar, nuk do të kenë më mundësinë të prodhojnë, do të largohen nga tokat e tyre, ata do të krijojnë probleme të tjera
dhe një zinxhir i tërë problemesh, po kështu me plasëmbutore, po kështu me brezin e ri, i cili nuk do të krijojë më familje, nuk do të gjenerojë, nuk do të lindë fëmijë dhe problemet rriten shumë shpejt nga ç'mendon njeriu, sepse njeriu nuk merr parasysh disa faktorë. Ne biseduam një orë të tërë këtu dhe folëm për 2 faktorë, për 3 faktorë, hajde të themi 4. Por, përveç këtyre 4 faktorëve që ne diskutuam, ekzistojnë edhe 40 të tjerë, të cilët në një moment caktuar mund të kenë rol deciziv shumë herë më të madh se këto që thamë ne. Ju përmendët që në Itali emigrantët nuk kuptojnë të drejtat e tyre. Emigranti sot largohet thjesht për një jetë më të mirë. Dhe kur shkon në një vend që pretendonte të merrte një jetë më të mirë dhe gjen pak a shumë të njëjtat probleme që kishte në vendin e tij, atëherë ai mund të kthehet në një njeri radikal. Ai mund të krijojë probleme jo vetëm për veten, po dhe shoqërinë në të cilën shkoi dhe shpesh i paftuar që të shkojë në atë shoqëri. Pra problemet janë shumë të mëdha dhe për këtë arsye unë mendoj se e ardhmja e njerëzimit nuk është në anën optimiste, është në anën, si të thuash, jo optimiste. Ky është mendimi. Petra, meqense ora kaloi, unë të falenderoj, urojmë që kjo që the që si të thuash tendenca për momentin është që na bën pesimist më shumë se sa optimist. Urojmë që të jetë një proces i përkohshëm dhe të zoti, po themi, natyra vetë në mënyrë rikreative, si të thosh, të gjeneroj ato potencialitetet e veta të fshehura që ndoshta ne nuk i shohim dhe që krijon një forcë tjetër përsëri tek nëpërmjet njerëzve në mënyrë të tillë që kjo tendencë negative të na bëj nga pesimist të na bëj optimist, sepse unë dua ta mbyll vitin me optimizëm, Petra. Të falenderoj dhe njerëzit që na ndoqën dhe dëgjojmë për temat e tjera. Faleminderit. Kalofshi mirë. Miropafshim, Petra, miropafshim gjithë. Miropafshim.